Në cili do informacion që një qytetar ka mund të sheh gjatë periudhës luftës, është mirë ta ndajë me një. Në terma pastaj të terrenit, njerëzit kanë lëviz gjatë kohës së luftës, kanë pas situata të ndryshme. Cilat janë shajat e para që në një zonë të caktuar ka pas varrem të personave që janë vrarë ose ka pas vendosje trupave atje? Në cili do informacion që një qytetar ka mund të sheh gjatë periudhës luftës, është mirë ta ndajë me një. Për shembull, një rast konkret është një rast i Gjilanit, ku 2 viktimat kanë qenë në rrugës sipër për Shqipëri, në momentin që kanë mbërrinë në Suarek te pjesa e Vereshtave, aty ka ndodhur vrasja atyre. Në qytetarët e Gjilanit nuk kanë pas njohuri për këtë pjesë të vrasjes, por ata që e kanë e kanë deklaruar. Ata nuk e dinë që ata janë zhdukur ose kanë qenë zhdukur për një periudhë kohore, por ka mjaftuar me tregu se në këtë vend, pikërisht këtë lokacion ka ndodhur një vrasje 2 personave. Policia e Kosovës, pastaj me punën e tyre, ka identifikuar lokacionin, ka mbërritur me identifikuar viktimat dhe kemi ardhur te rezultate ku i kemi gjetë edhe mbetjet e tyre. Domethënë çdo detaj, qoftë i vrasjes, qoftë ke pa një kufom të shtrirë në livadh, në rrugë, në cilën do pjesë, dhe ti ke qenë duke kaluar në atë periudhë kohore për Shqipëri ose Malzi ose kudo qoftë, është mirë me nda me policinë e Kosovës, sepse këto dhëna pastaj përpunohen me dhëna tjera dhe mund me mbërrit deri te rezultati i gjetjes së një të zhdukurit. Pjesën e 98-99, nëse kam pa që një bolduzher i policisë, i forcave speciale është paraqit atje, a duhet me raportu këto? Edhe ato duhet me raportu. Sikurse që është ta, çdo informacion që keni pa gjatë largimit në procesit largimit prej Kosovës dhe keni pa veprimet e tilla, edhe ato duhet të raportoni. Sepse Bovaki në pikërisht në atë zonë ka pas një vendosje të kufomave në mënyrë jo duhur ose në grupacion ose tjera. Për policinë është mirë me identifiku vendet e tilla në mënyrë që me hulumtu, me gjurmu nëse mund të gjejmë mbetje shtrore në vendet e tilla. Po është edhe situata e dytë kur tani aktualisht, mas 20 e sa viteve, qytetarët me bager punojnë ose zhvillojnë një aktivitet dhe identifikojnë mbetje shtrore. Zakonisht edhe shumë mirë bëjnë që me njëherë e njoftojnë policinë e Kosovës dhe pastaj ne involvohemi aty dhe kryjmë procedurat tona. Po përpos mbetjeve kockave që mundën më gjetë, çka mund me qenë shajat e tjera që aty ka një trup varrosur ose një mbetje mortore? Është mirë me informu qytetarët që një fenomen që kohëve të fundit ka dhënë rezultat pozitiv është gjetja e atyre që ne i quajmë qebe. Për shkak se gjatë luftës ka ndodhur që shpesh viktimat janë pështjellë me qebe dhe janë varrosur nga cili do grupacion. Momentin që ne kemi gjetë qebe, kemi identifiku qebe, kemi kontrollu ka dalë me gjetje mortore ose shtrore. Kështu që është mirë se qytetarët në rast se gjejnë qoftë qebe apo qoftë një mjet tjetër i cili mund të ketë dyshim lidhe me periudhën e luftës, është mirë ta njoftojnë policinë. Në rasti i tillë ka qenë rasti i Obranqes në Podojev, për cilin juve që keni pa, dhe aty viktima kishte qenë e pështjellur me qebe. Pra kemi situata që në rast se jemi duke rrëmi për në Varreza, gjejmë kpucë, gjejmë qebe, gjejmë rroba, këto duhet mi raportu me njerë. Cilën do që gjejmë prej këtyre, duhet mi raportu me njerë. Mos e qytetarët i bëjë thirrje që mos ta lejnë për neglizhencë se mund me tjetë një kpucë e cila ka mbet dikujna ose çado qoftë. Edhe kpucë nëse është, edhe nëse ti prap nuk je i sigurt nëse është e periudhës luftës, njofton policinë. Po duhet me pas një arsye pse një kpucë është varros 1 metër e gjys ose 1 metër. Kjo është këto çdo detaj tjetër, pastaj trajtohet nga policia. Kështu që çdo gjetje që qytetarët mund me gjetë gjatë jetës tyre ose punës tyre të përditshme, është mirë me njoftu policinë.